Pesë gjërat që duhet të hiqni menjëherë nga shtëpia juaj, sjellin fat të keq. A e dini se disa gjëra që i mbani në shtëpi çdo ditë pa e kuptuar po ju sjellin fat të keq, bllokim energjie dhe probleme të vazhdueshme? Ndoshta po pyesni veten pse gjërat nuk ju ecin si më parë, pse keni tensione në shtëpi, ose pse ndjeni të lodhur dhe pa arsye. Sot, në këtë video do ju tregojmë 5 gjërat që duhet t'i hiqni menjëherë nga shtëpia, sepse sipas besimeve të vjetra dhe energjisë së hapësirës, këto gjëra sjellin fat të keq. Numri 3 është ajo që shumica e njerëzve e mbajnë pa e ditur rrezikun. Mos e humbisni videon deri në fund. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtëpia nuk është vetëm një vend ku ne jetojmë. Ajo është një hapësirë energjie, ku çdo objekt ruan kujtime, emocione dhe ndikime të padukshme. Nëse keni ndjerë, mungesë qetësie, grindje pa arsye, lodhje të vazhdueshme, ose bllokime në jetën personale ose edhe atë financiare, atëherë është shumë e mundur që problemin të mos jeni ju, por ajo që mbani në shtëpi citon Feng Shui. Në këtë video do t'ju tregojmë gjërat që duhet t'i largoni menjëherë nga shtëpia, sepse sipas shumë traditave popullore, Feng Shui dhe besimeve të vjetra, ato do të sjellin kështu fat të keq dhe energji të lartë negative. Largoni nga shtëpia gjëra të thyera ose të dëmtuara. Objektet e thyera si gotat, pasqyrat, pjatat ose ora që nuk punojnë janë simbolin ndërprerjes dhe prishjes. Një orë që nuk ecën simbolizon kohën e bllokuar, ngecjen në jetë, vonesat në plane. Çdo gjë e thyer në shtëpi si gota, pasqyra, pjata mund të mbajnë energji negative, krijojnë vazhdimisht mungesa dhe probleme. Zgjidhja e vetme është që ose t'i riparoni menjëherë ose t'i largoni nga shtëpia, pasi mund të sjellin fat të keq, citon Feng Shui. Rrobat që nuk i vishni prej vitesh duhet t'i largoni nga shtëpia. Rrobat e vjetra të cilat nuk i vishni mbajnë emocione të së shkuarës, kujtime të dhimbshme, periudha të vështira të jetës. Nëse keni rroba që nuk ju bëjnë më, nuk ju pëlqejnë më, ose ju kujtojnë kohë të këqija, ato bllokojnë energji të errta. Gjithashtu, dhurojeni, riciklojeni ose largoheni, do të ndjeni lehtësimin menjëherë, citon Feng Shui. Bimët të thata ose ato artificiale nuk duhet të mbahen në ambientet tuaja të shtëpisë. Kjo është një nga gabimet më të zakonshme. Bimët e thata ose artificiale simbolizojnë jetën e ndalur, mungesën e rritjes, energji të këqija. Shumë njerëz i mbajnë ato për dekore, por në realitet ato nuk japin energji, përkundrazi e thithin atë. Nëse doni bim, zgjidhni bimët natyrale dhe kujdesuni për to. Shtëpia ka nevojë për energji të gjallë, të cilët do të kenë edhe prosperitet në jetën tuaj të përditshme. Objektet që kujtojnë persona ose ngjarje negative duhet t'i largoni menjëherë nga shtëpia juaj. Dhimbja ruhet në objekte. Nëse mbani dhurata nga personat që ju kanë lënduar, objekte nga marrëdhënie të këqija, sende që ju zgjojnë trishtim, ato aktivizojnë vazhdimisht energji negative. Çdo herë që i shihni edhe pa e kuptuar, trupi juaj reagon. Prandaj, largoheni menjëherë pa ndjenjë faji. Po mbroni veten tuaj dhe qetësinë tuaj, ndaj në këto raste duhet t'i largoni nga ambientet e shtëpisë këto objekte, të cilët ju sjellin edhe energjitë negative dhe ju kujtojnë kohët e vështira. Rrëmuja dhe gjërat e panevojshme duhet të largohen nga shtëpia. Rrëmuja është armiku i energjisë pozitive. Një shtëpi e mbushur me letra të vjetra, sende pa funksion, kuti boshe, sjellin konfuzione mendore, lodhje, fat të bllokuar, sipas besimeve të vjetra, ku ka rrëmuj, fati nuk qëndron. Pastrojeni ambientin tuaj rregullisht. Sa më e pastër shtëpia, aq më e qetë do të jetë ajo. Nëse doni më shumë qetësi, fat të mirë, harmoni në familje dhe rrjedhje pozitive në jetë, filloni nga shtëpia juaj. Hiqini këto gjëra menjëherë dhe do të ndjeni për një herësh ndryshimin pozitiv.
Largoni pasqyrat përballë derës së hyrjes. Një pasqyrë që ndodhet përballë derës kthen mbrapsht energjinë e mirë, pengon hyrjen e fatit dhe të bollokut. Sipas besimeve të vjetra Feng Shui, fati hyn nga dera dhe del menjëherë kur përplaset me pasqyrën. Zgjidhja: vendoseni pasqyrën anash kur direkt përballë derës. Nuk duhet ta mendoni as ta vendosni përballë derës. Orët e ndaluara, edhe nëse janë dekorative, duhet t'i largoni nga shtëpia juaj ose t'i rregulloni. Orët të cilat nuk funksionojnë simbolizojnë shtangjen, ndalesën e përparimit dhe vonesat në plane, edhe nëse janë vetëm për dekor. Truri percepton ato si kohë të ngrira, ose i rregulloni ose i largoni menjëherë nga shtëpia. Objektet e mprehta ose armët dekorative nuk duhet t'i mbani në ambientet e shtëpisë. Armët e ekspozuara, objekte të mprehta në mure ose dhe armët dekorative krijojnë tensione, nxitje të grindjeve, prishin qetësinë familjare, citon Feng Shui. Në besimet popullore, çdo objekt i mprehtë pret harmoninë. Mbajini të mbyllura në sirtar, jo të ekspozuara nëpër mure si element dekorativ. Karriget ose divanët me këmbë të thyera nuk duhet t'i mbani në shtëpinë tuaj. Mobiljet e paqëndrueshme dhe të dëmtuara simbolizojnë pasiguri, sjellje të përqendrueshme të dobta emocionale ndikojnë edhe tek marrëdhëniet. Shtëpia duhet të qëndrojë fortë, jo e lëkundur, ose i rregulloni ose i largoni ato menjëherë nga ambientet tuaja të shtëpisë. Fotografitë e vjetra me fytyra të trishtuara nuk duhet të mbahen në shtëpi. Fotot mbajnë energji. Fotot ku njerëzit duken të trishtuar janë nga periudha të vështira, ju zgjojnë nostalgji të dhimbshme, ato aktivizojnë ndjenjat negative çdo ditë. Mbajini vetëm fotot që ju sjellin gëzim dhe buzëqeshje, pasi sipas Feng Shui çdo gjë që sjell trishtim mund të ndikojë edhe në prosperitetin tuaj. Figurat ose statujat që paraqesin dhimbje ose humbje të jetës nuk duhet të mbahen në ambientet e shtëpisë. Objektet që tregojnë njerëz që vuajnë kafshë të ndryshme, skenat e errta, janë burimi i energjive të rënda. Edhe nëse janë art, shtëpia juaj nuk është muze dhimbjesh. Zvendësojeni ato me simbole gëzimi, natyre ose paqe, pasi vetëm kështu do të ndikoni në rritjen e prosperitetit tuaj. Qelçi i plasaritur ose gotat e thyera nuk duhet të mbahen në shtëpi. Edhe një çarje e vogël duhet t'i largoni, pasi ato simbolizojnë rrjedhjen e fatit, humbjen e energjisë, probleme financiare sipas besimeve. Mos i ruani se janë thyer krejt. Largoheni edhe nëse janë thyer pak. Objektet të gjetura në rrugë, pa ditur origjinën e tyre, nuk duhet të merren në disa raste sipas besimeve të vjetra, mund të ndikojnë në prosperitetin tuaj. Shumë njerëz marrin monedha, objekte dekorative, sende me fat nga rruga. Besimet e vjetra thonë, objektet e gjetura mund të mbajnë energjinë e problemeve të dikujt tjetër. Mos i sillni në shtëpi pa i pastruar ose pa i njohur mirë, pasi mund të ndikojnë në krijimin e energjive negative dhe humbjen e prosperitetit. Sendet që nuk ju pëlqejnë, por i mbani se kushtojnë, mund të ndikojnë në energjinë tuaj. Nëse një objekt që nuk ju pëlqen, ju bezdis, ju rëndon emocionalisht, ai punon kundër jush. Çmimi nuk ka rëndësi, energjia po. Ose dhurojeni ose rishiteni atë në mënyrë që të largoni edhe energjinë negative. Shtëpia juaj është pasqyra e jetës suaj. Çdo objekt që mbani po flet për ju. Nëse doni ndryshime, filloni duke larguar atë që nuk ju shërben më. Hapni vendet për më shumë fat, qetësi dhe bollëk. Konsultoni her pas here edhe sipas teknikave të Feng Shui, të cilat mund të ndryshojnë edhe atë që ju mendoni. Është e rëndësishme të largoni të gjitha objektet të cilat ju sjellin ndjenja negative, ose edhe rrobat tuaja të cilat ju kushtojnë edhe shtrenjtë, por ju ngjajnë edhe me një ndikim negativ për emocionet tuaja. Qëndroni më të sigurt duke bërë këto ndryshime. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative të tyre për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.